Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë pretencën për të akuzuarit e operacionit Flak në det për trafikun e drogës mes Shqipërisë dhe Italisë. Prokurori SPAK Vladimir Mara ka kërkuar në total 102 vite burgim të përfituar nga gjykimi i shkurtuar për 13 persona. Sa i përket pretencës, konkretisht SPAK ka dhënë për Arlindi Ismailukaj 15 vite burg me gjykim të shkurtuar me 10 vite burg, Gëzim Çela 16 vite burg, 10 vite 8 muaj burg përfiton nga gjykimi i shkurtuar. Nerim Çela 14 vite burg, Dritan Mataj 12 vite burg nga gjykimi i shkurtuar përfiton 8 vite burg. Armando Mema 12 vite, njëjtë edhe për Arben Dalipajn, Besnik Brokeri 12 vite burg, po ashtu dhe Alket Alias Dritan Deda, Selamin Lushka, Xenofon Bodo, Armando Papa dhe Konstantin Bjelon. Ndërsa për Kirilo Ponameraxho, SPAK ka kërkuar 13 vite burg dhe nëse dënohet përfiton nga gjykimi i shkurtuar 8 vite 4 muaj burg. SPAK i akuzon ata për trafikimin narkotikëve kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Lënda narkotike nisi nga Patoku në drejtim të vendeve të tjera të BE-s dhe do të bëhej edhe shkëmbimi drogës në det. Dy shtetasit e huaj kur pikasën policin i vendosën flakën Velierës dhe tentuan të largohen. Sipas hetimeve të SPAK, dyshohej që Veliera të kishte një sasi shumë të madhe droge. Në seancën e radhës në 27 qershor do të zhvillohet mbrojtja e të pandehurve.